Bakgja dhe bekimi I Allahut kofte mbi ju, vëllezër dhe motra të dashur. Merrni një moment për të reflektuar me mua. Mendoni për atë që ju ka sqellet e shikoni këtë video sot. A jeshte me të vërtetë rastësi? Apo ndoshta një forse me I madhe që u dhahek hapat tuaj? Allah thotë në Kur'anin e shenjtë. Ne do të ju tregojmë argumentet tona në univers të ne vetën tuaj, derisa të ju bëhet e qartë se kjo është e vërtetë. Sura Fussilat 40-30. Shikoni me kujdes jetën tuaj. Këto rastësi që po përjetoni. Këto momente kur gjithçka duket se është në harmoni të përsosur. Kjo video që shfaket në kanalin tuaj në momentin e saktë kur kërkoni përgjigje. A e dinit se çdo rahje e zemrës suaj, çdo frime e marrje ko e merrni, çdo takim ko e bëni është orkestruar me një precizitet të hidhshëm. Profeti Muhammad ka thënë: asgjë nuk ju ndodh pa që Allahu ta ketë caktuar për ju. Transmetuar nga At-Tirmidhi. Le të marrim shembullin e Josefit. I hedhur në një pus nga vëllezërit e tij, I shitur si skallav, I burgosur padrejtësisht. Provokime koje dukeshin si tragedi. Megjithatë, çdo njëra prej tyre ishte një hap I nevojshëm që ai të bëhet minister I Egjiptit dhe të shpëtonte popullin e taj nga uria. Po ashtu, këto momente të vështira që po kaloni, këto dajer që mbilen përpara jush, ndoshta nuk janë pengesa, por drejtime hijnore drejt diçkaje me të mire. A e keni nxjerrë ndonjëherë këtë gjendje? Kitemje që ju dukeje padurueshme, pastaj një ditë kuptoni se ajo ju ka transformuar, ju ka bërë me të forte, me të mençur. Allah thotë: ndoshta nuk ju pelken një gjë të ajo është mire për ju. Dhe ndoshta ju e doni një gjë, dhe ajo është e keqe për ju. Allahu e di, ndërsa ju nuk dini. Surah Al-Baqarah di. Dikindvente e njëzete e gjashta. Provimet nuk janë ndoshkime, por pastrime. Ato janë si zjarri që transformën metalin e paper punuar në arte pastër. Ato largojnë atë që është si per fakesor të zbulojnë esencën tuaj të vërtetë. Mbani mend, ata që kanë pasur provimet me të medha ishin profetet, pastaj ata që u nëngjanin atajrën me shumë në besim të devotshmëri. Pra herën tjetër që do të kalonin një vështirësi, pjesni veten. Cila është mesimi që duhet mesuar këtu? Si dëshiron Allahu që të rritem përmes kësaj prove. Në një bote të mbushur me zhurma, opinioni kontradiktore, rrugët e shumta, një burim I mensurise mbetet I pandrishuar. Kurani I shenjtë. Ai nuk është një libër I thjeshtë. Ai është një bisede e gjallë midis jush të krijuesit tuaj. Çdo ajet rezonon ndryshe sipas gjendjes tuaj shpirtërore, situatës, nevojave. Allah thotë: ne e kemi zbritur librin ti, si një shpjegim për çdo gjë, si një udhëzim, një mëshira dhe një lajmëte mire për ata që janë të dorëzuar. Sura An-Nahl, 12-18. A e keni hapur ndonjëherë Kur'anin rastësisht dhe keni gjetur pikërisht ajetin që kishit nevojë? Si ta ishte vete Allahu që po fliste drejt për drejt me ju. Profeti ka thënë: me I miri nder ju është ai që mëson Kur'anin dhe e mëson atë. Transmetuar nga Al-Bukhari. Por kini kujdes. Kur'ani nuk është vetëm për tu recituar. Ai është për tu gjetuar, për tu medituar, për tu integruar në çdo aspekt të jetës tuaj. Bëni një angazim sot. Dedikoni të paktën 10 minuta çdo ditë për leksimin meditativ të Kur'anit. Shihni se si, gradualisht, perspektiva juaj do të ndryshohet. Zemra juaj do të kthesohet dhe rruga juaj do të ndriçohet. A e keni nxjerrë ndonjëherë këtë zë të brendshëm? Kjo intuite e të lë ju udhëzon drejt disa vendimeve, ju paralajmëron kundër të tjerëve. Kjo nuk është thjesht në ndërgjegja juaj. Kjo është ajo që dijetare tani të lashta e kuashten nur el qalb, drita e zemrës. Allah thotë: për shpirtin dhe atë që e ka formuar atë me harmoni. Dhe I ka shpallur atij të keken e tij,
po ashtu edhe devotshmërinë e tij. Sura Ash-Shams 29, 7-8. Sa më e pastërte është zemra juaj, aq më e qartë bëhet kjo udhëzim. Si një pasqyrë. Nëse është e pastër, ajo reflekton dritën në mënyrë të përsosur. Nëse është e mbuluar me pluhur, imazhi bëhet i pakartë. Profeti Muhammad na mëson: devotshmëria është ajo që e shkëteson shpirtin dhe e shkëteson zemrën, dhe me këti është ajo që shkëteson shpirtin dhe e fut dëshimin në zemër. Transmetuar nga Ahmad. Viniren gjen gjatë tuaja pas çdo vendimi. Nëse në gjenin gjë pak të telle. Zakonisht është në gjë shëngje miratimi hejnor. Nëse në gjenin gjë shkëtesim të vazhdueshëm, edhe pa arsye të dukshme, ndoshta është në gjë paralajmërim i ngadalshëm. Pastroni zemrën tuaj përmes lutjes, dhikrit, përmendjes së Allahut, istighfarit, kërkimit të faljes. Dhe du ta shihni këtë udhëzim të brendshëm duke u bërë gjithnjë e me të qartë. Allah nuk që udhëzon vetëm përmes shënjave abstrakte. Ai vendos strategjikisht në njerëz në rrugën tuaj, disa për të mesuar, disa për të frimezuar, disa për të provuar. Profeti ka thënë: shembulli i një shoku të mirë dhe një shoku të keq është si ai që mban misk dhe ai që frin në një sobe. Ai që mban misk do t'ju qape ose do të blini, ose të paktën do të ngjeni një aromë të mirë. Ndërsa ai që frin në sobe do të ju gjegë rrobat ose do të ngjeni një aromë të keqe. Transmetuar nga Al-Bukhari dhe Muslim. Shikoni përreth jush. Kush gjane këta njerëz që Allahu ka vendosur në jetën tuaj. Disa ju kuqtojnë lutjen kur e harroni. Të tjerë ju këshillojnë me mensuri në momentet e vështira. Të tjerë ju frymëzojnë me shembullin e tyre të besimit të jetuar autentikisht. Allah thotë: mikta atë dita, du të gjenë armik me njeri tjetrin, përveç atyre që gjane të devotshëm. Sura Az-Zukhruf 43:67. Zgjidhni me kujdes shoket tuaj. Gjë mikesi e bazuar në dashurinë për Allahun është e përgjithshme, ndërsa ato të bazuara në interesat e përkohshme janë kalimtare. Dhe mos harroni, ashtu si Allahu ka vendosur udhëzues në rrugën tuaj, ndoshta gjeni udhëzuesi që dikush tjetër ka nevojë për të. Ndoshta fjalët tuaja, sjellja juaj, shembulli juaj do të gjeni shkaku i ndryshimit pozitiv në jetën e dikush tjetër. Në një bote ku jemi vazhdimisht të lidhur me të tjerët përmes ekraneve tona, shpesh harrojmë lidhjen me të rëndësishme. Atë me krijuesin tonë. Lutja nuk është një detyrim i ngarkuar. Ajo është një privilegj, një ftesë personale nga mbretërit e mbretërve për një takim privat 5 herë në ditë. Allah thotë: dhe kur roberit e mite pjesën për mua, unë jam afer, unë përgjigjem thirrjes se atje ku me terret kur me terret. Sura Al-Baqara, 244. Imagjinoni, krijuesi i universit, ai që bën që galaksi të televizin, që gjep gjete çdo keliz, gjufton të flisni drejt për drejt me ti, pa nderm gjetes. Profeti Muhammad ka thënë: lutja është drita. Transmetuar nga Muslim. Kjo drite udhëzon hapat tuaj në errësire, ndryson zemrën tuaj kur ajo është shkëtesuar, ndryson rrugën tuaj kur gjeni humbur. Dhe pastaj është dua, kjo bisede spontane me Allahun. Këto momente kur ngrini duar, hapni zemrën tuaj, dhe ndani shpresat, frikerat të endrat tuaja me atë që gjunjeh me mire se sa ju engjihni vetin tuaj. Profeti ka thënë: dua është thelbi i adhurimit. Transmetuar nga At-Tirmidhi. Mos e nënvlerësoni kurrë fuqine e një dua të sinqerte. Ajo mund të ndryshojë një fat, të hapë djerë të mbilura, të transformojë të pamunduren në të mundur. Të dashur shikues, kjo nuk është rastesi që e shikuat këtë video deri në fund. Kjo është një shënjë, një kujtëse se Allahu ju udhëheq, se ai po ju kërkon, dhe se ai dëshiron që të afroheni me te. O Allah, hapësite tani për të pare shënjat të tua, zemrat tona për t'i kuptuar ato, dhe na jep forcen të ndjekim udhëzimin tënd.
ndërqo rrugën tone, fal gabimet tona, dhe na afro me ti, që do dita. Amine. Nëse ki mesazh ka prekur semren tuaj, mos harroni te abonoheni në kanal te aktivizoni njoftimet. Ndagjeni kete video me dike ke mund të kete nevojë për te. Ndoshta gjeni gjushenje ke Allahu ka dërguar në jetën e tij. Shkruani subhanallah. Lavderim për Allahun. Ne komente nëse angazhoheni të gjeni me të vëmendshëm ndaj shenjave hijnore në jetën tuaj. Te kendroni mene. Një video tjetër speciale shfaqet tani në ekran, e cila mund të përmbajë pikërisht mesazhin ka ju nevojitet sot. Kofte Allahu ju udhëzojë dhe ju mbrojë.